Merremi lidhe nxënësit, aftësitë, zhvillimi. Sa do ishte nevojshme kodimi, këto çka ofron ju si ti them kodimi kështu në gjuhën e thjesht, të ishte edhe si lant, themi prej shkollat fillore, lant edhe të shkollat publike, jo shkollat private çka ofrojnë këtë gjë. Po. Realisht në plan programin e shkollave, edhe në shkollat tona publike, është i përfshirë pra programimi si lënd, më duket se duke filluar nga klasa e 6, por ajo që vërejmë është se si i tillë lë për të dëshiruar, sepse kalohen shumë gjëra në të njëjtën kohë dhe nuk kapet ajo që është esenca e programimit, sepse duhet që të mësohen domethënë bazat e programimit dhe të shkohet mandej në nivele më të avancuara. Ajo që bëjmë ne, do thotë shpesh kur nxënësit vinë prej shkollave dhe shohim se çfarë njohurish kanë, edhe pse në plan program të tyre është e paraparë, do thotë të kenë njësi mësimore në programim, shpesh këto njësi anashkalohen për shkak se qoftë mbase për shkak të kushteve ose për shkak të mundësive që i kanë shkollat tona, por duke parë trendin në botë, sidomos në Shtetet e Bashkuara, ku kësaj fushë, do thotë fushës së programimit i kushtohet një rëndësi shumë e madhe, sigurisht edhe në shkollat tona do duhet në të ardhmen të afërt të jetë i përfshirë, do thotë programimi si një ndër lëndët bazë ku nxënësit do të tregojnë domethënë aftësitë e tyre dhe do zhvillohen në fushën e programimit. Shpresoj që kjo të ndodhi sa më shpejt. Sigurisht.